FIFA ka gjobitur Federatën Shqiptare të Futbollit pas sjelljes diskriminuese të tifozëve shqiptar gjatë ndeshjes kualifikuese për Botrorin 2026 ndaj Andorrës, e zhvilluar në stadiumin Arena Kombëtare me 24 mars 2025. Komisioni disiplinor i FIFA-s e konsideron të papranueshme sjelljen e tifozëve dhe ka vendosur një gjobë për 20.000 frangash zviceriane ndaj FSHF-s, si dhe mbyllje në të paktën 20% të stadiumit në ndeshjet e radhës së Shqipërisë në kompeticionet e FIFA-s me prioritet në tribunat pasportave. Sipas vendimit të dhënë nga FIFA, ky 20% mund të mbushet me grupe të komunitetit ose organizata kundër diskriminimit me miratim paraprak nga Qeveria Botërore e Futbollit. Gjithashtu, brenda 6 muajve, FSHF duhet të hartojë dhe të paraqesë një plan të përmirësuar kundër diskriminimit që duhet të miratohet nga FIFA. Federata u bën thirrje tifozëve që të vazhdojnë të mbështesin kombëtarën duke krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe pozitive dhe i fton të tregojnë qytetari dhe respekt përmes sjelljes korrekte ndaj ekipit kundërshtar për të shmangur çdo situatë që mund të dëmtojë ekipin kuqezi.